Imagjinoni se ngarkesa juaj nuk është një objekt inert. Imagjinoni se është një bishe fjetur, një draguaj mbështjell prej 30 tonësh, me një tension të brendshëm aq të dhunshëm sa një gabim i vetëm mund ta zgjojë atë. Transportimi i një bobine qeliku nuk është një punë logjistike, është një akt ekuilibri mbi tehun e katastrofës. Sot, jo vetëm që do t'ju tregojmë pse është aq e rrezikshme, do t'ju çojmë brenda kabinës, në mendjen e shoferit dhe në vetë fizikën e qelikut, në një udhëtim ku çdo kilometër është një deklarat lufte kundër gravitetit dhe kaosit. Përgatituni, sepse ky nuk është një udhëtim i thjeshtë. Një dragua i mbështjelle. Fizika shpërtjese e bobines. Për të kuptuar rrezikun, duhet të shikojmë brenda monstrës. Një bobinë qeliku nuk lind si një cilindër kompakt. Krijimi i saj është një proces i dominimit industrial. Fion si një thjesht fletë hollëve e zjarrt, një lum i vazhdueshëm qeliku që rrjedh në temperatura të afta për të shformuar ajrin rreth saj. Kjo fletë drejtohet me një saktësi brutale drejt një bërthame rreth së cilës fillon të mbështillet. Por nuk është një mbështjellje e butë si ajo e një fieje. Është një proces i shtrëngimit ekstrem, ku rrotulla me forcën e titanëve shtypin dhe kompresojnë çdo rrotullim kundër atij të mëparshëm, nën presione që maten në ton për inç katror. Qeliku, ende i lakueshëm nga nxehtësia, dorëzohet dhe merr formën e imponuar. Pastaj vjen ftohja. Dhe është këtu ku thurret kurthi. Gjatë ftohjes metali tkurret, por nuk e bën këtë në mënyrë të njëtrajtshme. Shtresat e jashtme që ftohen të parat kompresojnë ato të brendshmet, të cilat ende ruajnë nxehtësi dhe vëlim. Rezultati përfundimtar është një masë në dukje e qetë, por e përshkuar nga tensione të brendshme monumentale, forca që shtyen dhe kundërvijnë në një ekuilibër prekarios ve të detyruar. Imagjinoni një sust gjigante të kompresuar deri në kufirin e saj absolut dhe të salduar që të mos lëviz. Ose një gjarë për qeliku të mbështjell mbi veten me aq forcë sa çdo muskull metalik është në prag të spazmës. Kjo bobinë nuk është një objekt pasiv. Është një depo e energjisë potenciale letale, një bombë kinetike që peshon 30 tonë. Çdo fyerje, një vibrim i tepërt dhe rezonues, një goditje e thatë, një mbërthim që lejon një lëkundje minimale, mund të jetë qelësi që liron atë energji të grumbulluar. Nuk shpërthen me zjarr, por me lëvizje. Një lirim i dhunshëm që mund të bëjë që bobina të shpërthejë lidhjet e saj, të cëmbështilet me një kërcim ose thjesht të rrotullohet me një forcë të pandallshme. Kjo është natyra e vërtetë e armikut. Nuk është pesha, është tensioni. Nuk është masa, është furia e përmbajtur. Loja e vdekjes, 3 stilet, e ngarkimit dhe nofkat e tyre. Përballë një bishë të tillë, vendimi i parë dhe më kritik është se si ti paraqitet beteja. Si ta vendosësh mbi rimorkjo. Këtu nuk ka vend për improvizim ose preferencë personale të pafajshme. Ka 3 rrugë, 3 filozofi rreziku, dhe secila mban një emër që është në vetvete një thirrje paralajmëruese. Këto nofka nuk janë shaka kamionistësh. Janë urtësia e përgjakshme e industrisë e përmbledhur në një fjalë. Metoda e parë quhet padoreza, suicide. E dyta është shotgun. Dhe e treta, në dukje e pafajshme, është eye to the sky. Çdo emër është një hartë e përsosur e rrezikut që mbart. Në stilin suicide, bobina vendoset me aksinë e saj horizontal, dhe ajo që është më kritike, me syrin, vrimën qendrore bosh, duke treguar drejt anëve të kamionit paralelisht me anët e rimorkjos. Fizika e rrezikut këtu është e qartë dhe personale. Nëse bobina lirohet dhe rrotullohet, lëvizja e saj natyrale nuk do të jetë drejt mbrapa, as drejt anëve në mënyrë të ndjeshme. Ajo do të rrotullohet drejt përpara, në vijë të drejtë, e shtyr nga inercia e frenimit ose nxitimit. Dhe ajo që ndodhet drejt përpara është pjesa e pasme e kabinës së traktorit, një stre e brisht alumini dhe zhami përballë një dashi 30 tonësh. Është një rrezik që nuk ndahet. Është një pakt privat mes shoferit dhe fatalitetit. Stili shotgun e rrotullon bobinën 90 gradë. Tani syri shikon përpara dhe mbrapa, i rreshtuar me aksin gjatësor të kamionit. Këtu rreziku ndryshon drejtim. Nëse kjo bobinë lirohet, ajo nuk ka një rrugë të pastër drejt kabinës. Në vend të kësaj, ka potencialin të rrëshqas ose të hidhet drejt anëve, drejt korsive ngjitur.
si një projektil masiv i lëshuar nga inercia. Kërcënimi i saj nuk është më vetëm për shoferin, por për çdo makinë, kamion ose familje që udhton në krah të tij. Është një rrezik i jashtësuar, një përgjegjësi e shpërndarë në trafik. Së fundi është Eye to the Sky. Këtu, bobina vendoset në këmbë, si një rrotull gjigante letre, me syrin që shikon vertikalisht drejt qiellit. Në këtë pozicion, bisha duket e zbutur. Nuk mund të rrotullohet. Fizika e bën atë të qëndrueshme. Duket si opsion i arsyeshëm, ai i qarti. Por, siç do ta shohim, është një iluzion që përplaset me murin e fortë të realitetit ekonomik dhe logjistik. Këto nuk janë metoda ngarkimi, janë deklarata strategjie në një lloj ku fishat janë jetë. Suicide, pakti. Faustian i shoferit ekspert. Duke pasur parasysh për shkrimin e mësipëm, logjika e thjeshtë do të bërtiste se askush në mendje të shëndosh nuk do të zgjidhte metodën suicide. Megjithatë, ndodhe kundërta. Është metoda më e zakonshme dhe shumë nga kamionistët më me përvojë e mbrojnë atë me forcën e atij që njeh një sekret të hidhur. Pse? Sepse në këtë duel për vdekje me fizikën, suicide ofron një paradoks. Është më e rrezikshmia në rast dështimi, por gjithashtu mund të jetë më e kontrollueshmia kur ekzekutohet në përsosmëri. Arsyeja është e dufishtë. Së pari, prakticiteti operativ. Ngarkimi i një bobine në pozicionin suicide është i shpejtë. Një pirun me një rampë të thjesht konkave mund të afrohet nga ana, të rrëshqas bobinën mbi rimorkjo dhe të tërhiqet në pak minuta. Së duti dhe më e rëndësishmja, mbërthimi. Në këtë pozicion, zinxhirët ose rripat e lidhjes mund të kalojnë drejt për drejt përmes syrit bosh të bobinës. Kjo krijon një ankorim me një efikasitet brutal. Zinxhiri nuk e rrethon vetëm bishën, ai e përshkon atë, duke krijuar një pikë mbërthimi qendrore dhe ekstremisht rezistente që shfrytëzon vetë strukturën e ngurtë të rrotullës. Përveç kësaj, duke qenë e shtrirë, tensioni i brendshëm i bobinës, ajo sus gjigante, mbetet i përmbajtur në një plan horizontal, gjë që për shumë ekspert rezulton në një sjellje më të parashikueshme gjatë udhëtimit, me më pak tendencë për të ecur ose vibruar në forma të çuditshme nëse është e siguruar mirë. Prandaj, ata që e zotërojnë këtë teknik nuk e shohin atë si një guxim të tepruar, por si një art letal. Është pranimi i vetëdijshëm i një rreziku total, asgjësimi personal në rast gabimi, në këmbim të një shkale kontrolli total mbi ngarkesën. Është një pakt faustian ku shoferi shkëmben sigurinë me dominimin, duke besuar se aftësia e tij, përvoja e tij në tensionimin e zinxhirëve dhe inspektimi i tij i imtësishëm do të jenë diga që përmban furinë e qelikut. Ktu nuk ka vend për gabim, nxitim apo mediokritet. Një llogaritje e bërë keq, një hallkë e konsumuar e anashkalluar, një zinxhir me tension të pasakt dhe pakti prishet. Dhe në këtë stil, kur pakti prishet, nuk ka shanse të duta, as histori për të treguar. Shotgun, the eye to the sky. Kur klienti dhe fizika vendosin. Por rruga nuk qeveriset vetëm nga trimëria ose mjeshtëria e një njeriu të vetëm. Shpesh, zgjedhja e metodës detyrohet nga dy tiranë, dimensionet fizike të bishës dhe teket e klientit që paguan. Stili shotgun zakonisht nuk është një zgjedhje shijeje, por nevoje. Ai përdoret kur bobina është aq e gjerë sa, e vendosur në suicide, do të dilte rrezikshëm nga anët e rimorkjos ose do të ishte fizikisht e pamundur të sigurohej sakt përmes syrit me pikat e ankorimit të disponueshme. Gjithashtu është një imponim i zakonshëm i fabrikave ose destinacioneve finale. Mënyra se si një fabrikë siderurgjike ngarkon produktin e saj, ose si fabrika marse ka nevojë ta shkarkojë atë, qoftë me vinç urë, pirun ansor ose darë speciale, dikton orientimin. Klienti urdhëron dhe kamionisti bindet, edhe nëse kjo do të thotë të ndryshoj vektorin e rrezikut nga një front personal në një publik, duke rrezikuar gjysmën e botës në rrugë, siç thot Zargoni. Pastaj është Eye to the Sky, metoda që premton paqe dhe stabilitet. Kufiri i saj, megjithatë, është numerik dhe ekonomik. Për bobina të lehta, zakonisht prej alumini ose qeliku të hollë që nuk kalojnë 21 pound, mund të jetë e zbatueshme. Por provoni këtë me një kolos 30 ose 40 tonësh. Së pari, ju duhet një vinç monumental me darë speciale
që përkafojnë diametrin e jashtëm të bobinës për ta ngritur dhe vendosur në këmbë me saktësi milimetrike, pajisje të kushtueshme dhe të rralla që nuk ndodhen në çdo mollë ngarkimi. Së duti, sigurimi i saj. Livjet tradicionale nga sipër, në kryq, nuk ofrojnë mbërthimin pozitiv dhe kundër rrëshqitjes të një zinxhiri që përshkon syrin. Bobina mund të lëkundet dhe forca G në një kthes mund të anojë atë përtej pikës së moskthimit. Së treti, dhe më vendimtare, është dobia. Një bobinë e ngarkuar vertikalisht është një dhimbje koke logjistike për marsin, i cili zakonisht ka nevojë për materialin në pozicion horizontal për ta cëmbështjellë në linjat e tij të prodhimit. Rrotullimi i saj përsëri kushton kohë, pajisje dhe para. Në një industri ku marset janë të ngushta dhe afatet janë perëndi, Eye to the Sky skartohet jo pse është i pasigurt, por pse është jo praktik dhe jo ekonomik. Prandaj, peshorja anon her pas here drejt metodave horizontale, drejt suicide ose shotgun, ku efikasiteti dhe kostoja fitojnë ndaj sigurisë ideale. Është një zgjedhje e ashpër, që zbulon se në transportin e bobinave, fizika dhe bilanci përfundimtar kanë fjalën e fundit. Përtej njeriut, rregulloret dhe pesha e ligjit. Përballë kësaj triniteti rreziqesh, bisha shpërtiese, metodat e rrezikut të llogaritur dhe presionet ekonomike, do të ishte naive të mendojë se çdo gjë i lihet gjykimit dhe guximit të individit. Arti letal i shoferit duhet të ekzistojë brenda një kornice hekuri, një grup rregullash të dizajnuara për të zvendësuar, atë sa është e mundur, shifrën e matjes së përvojës me saktësinë e shkencës. Në Shtetet e Bashkuara, kjo kornizë quhet FMCSA, Administrata Federale e Sigurisë së Autotransporteve. Rregulloret e saj për transportin e bobinave të çelikut nuk janë sugjerime, as praktika të mira. Janë ligj dhe janë jashtëzakonisht të detajuara. Ato diktojnë numrin minimal të lidhjeve, llojin e materialit, zinxhir të shkallës specifike të transportit, jo kablo çfarëdo, kapacitetin e tensionit të çdo elementi, këndet e mbërthimit, mënyrën e saktë të kalimit të rripave përmes syrit ose rreth trupit, e madje edhe pikat e inspektimit të detyrueshëm para dhe gjatë udhëtimit. Këto norma ekzistojnë për një arsye brutalisht të thjeshtë. Kur një bobinë 30 tonësh lirohet, nuk ka hero që ta ndalë, nuk ka frena emergjence që vlejnë. Çeliku nuk ka mëshirë, nuk kupton gabime të ndeshme. Prandaj, ligji përpiqet të eliminojë gabimin. Ai detyron që arti t'i nënshtrohet shkencës. Kërkon që besimit e përvoja personale të mbështetet me llogaritje të rezistencës, me pajisje të certifikuara dhe me procedura të standardizuara. Për shoferin, kjo do të thotë se puna e tij nuk mbaron me zotërimin e teknikës suicide. Ai duhet gjithashtu të jetë një llogaritar i imëcishëm i forcës, një inspektor obsesiv i hallkave dhe prangave, një burokrat i mbijetesës së tij. Sepse në rast aksidenti, nuk do të mjaftojë të thuash unë jam ekspert. Do të duhet të vërtetohet se është ndjekur ligji, fjalë për fjalë. Është pesha e ligjit, një kundërpeshë nevojshme ndaj lirisë monumentale dhe tmeruese që mbart pasja e një bish çeliku të lidhur në shpinën tënde. Por zotërimi i teorisë dhe ligjit është vetëm lëvizja e parë në këtë shah vdekjeprurës. Sepse sapo bisha është mbi rimorkjo, fillon betejë e vërtetë, një luftë inxhinierie, planifikimi ushtarak dhe forcie mendore që zhvillohet metër pas metri në heshtjen tmeruese të rrugës. Inxhinieria dhe strategjia. Bisha është e siguruar. Zinxhirët të tensionuar sipas ligjit. Por ky është momenti ku prova e vërtetë sapo fillon. Ngjitja në kabinë me një bobinë çeliku në shpinë nuk është fillimi i një udhtimi. Është marrja e komandës së një misioni përmbajtjeje. Çdo metër asfalto që cëmbështillet para rrotave është një fushë minuar me variabla. Një grop e papritur, një kthese anuar keq, një shofer i shpërndar që të pret rrugën. Këtu, njohuria teorike dhe përmbushja normative shkrihen me intuitën, teknologjinë dhe një ftohtësi mendore ekstreme. Ky kapitull nuk flet për rrezikun në abstrakt, por për përgjigjen konkrete. Është kronika e asaj se si njeriu, i armatosur me inxhinieri, strategji dhe vullnet të pastër, zhvillon një betejë ditore për të quar kaosin potencial nga një pikë A dhe një pikë B, pa u ndezur feri gjatë rrugës. Është lufta e heshtur që zhvillohet me 60 milje në orë, ku fitoria është mbërish dhe humbja është e imagjinueshme. Gjepi i çelikut. Rimorkiote specializuara dhe kërkimi i sigurisë së përsosur.
Përballë instabilitetit të qëndësishëm të një bobine mbi një dysheme të sheshtë, inxhinieria përgjigjet me një zgjidhje elegante dhe totale. Nëse problemi është se bisha mund të rrotullohet, le të projektojmë një burg që i përshtatet formës së saj. Këtu lindin rimorkiot e specializuara, si modelet e famshme të kompanive si Adams Trucking. Këto nuk janë gjysmë rimorkio konvencionale, janë instrumente saktësie. Karakteristika e tyre përcaktuese është një djep integruar, një sipërfaqe e lakuar, një hapësirë modeluar saktësisht për të marrë diametrin e bobinës, që e përqafon atë nga poshtë në një hark që mund të kalojë 180 gradë. Ky djep nuk është pasiv. Është ndërtuar me trare qeliku të përforcuar që lakon lart në skaje, duke formuar bariera fizike që pengojnë lëvizjen anësore. Sipërfaqja e tij është mbuluar me materiale kundër rrëshqitjes me fërkim të lartë, shpesh shufra druri të fortë ose përbërje gome metalike, që kafshojnë sipërfaqen e qelikut duke shmangur rrëshqitjen minimale. Pikat e ankorimit nuk janë thjesht unaza të salduara. Janë struktura masive, të integruara drejt për drejt në shasinë e rimorkios, të dizajnuara që zinxhirët të kalojnë në përsyrin e bobinës me këndin e përsosur, duke maksimizuar forcën e mbërthimit. Siguria që ofrojnë është pothuajse kirurgjikale. Bobina pushon së qeni një ngarkesë mbi një platformë për të bërë një pjesë e vendosur në një mekanizëm. Rreziku që ajo të rrotullohet, edhe nëse një zinxhir dështon, reduktohet në mënyrë drastike. Megjithatë, kjo përsosmëri ka një çmim të lartë dhe një angazim total. Këto rimorkio janë monogame. Dizajni i tyre specifik i bën ato të padobishme për çdo gjë tjetër përveç transportit të bobinave me një diametër shumë të ngjashëm. Nuk mund të ngarkoni makineri, kontenier ose arka të paletizuara në to. Janë mjete me një qëllim të vetëm, një investim gjigant që është fitimprurës vetëm për kompanitë që merren ekskluzivisht me këtë niç. Ato mishërojnë dilemën e përjetshme të sigurisë së specializuar. Ofron një mbrojtje superiore, por në këmbim të fleksibilitetit dhe me një kosto filestare që shumë operacione më të vogla ose të diversifikuara nuk mund ta përballojnë. Për çdo rimorkio djep që përshkon në rrugën, ka 10 platforma të sheshta konvencionale që ngarkojnë bobina, duke besuar te arti i lidhjes dhe te mjeshtëria e shoferit. Djepi është ëndra e inxhinierisë, platforma e sheshtë, realiteti i industrisë. Plani i betejës. Rruga si ushtrim i saktësisë ushtarake. Me bishën të siguruar, qoftë në një djep apo mbi zinxhir, hapi tjetër nuk është shtypja e gazit. Është studimi i hartës. Një shofer bobinash nuk zgjedh rrugën më të shkurtër, por atë më pak të rrezikshme. Ky planifikim është një ushtrim i strategjisë ushtarake, ku armiku është vetë infrastruktura dhe fizika e lëvizjes. Çdo element i rrugës duhet të analizohet me mosbesim. Urat janë pikat e para të vetës. Kufijtë e tyre të peshës, shpesh shumë nën 80.000 pound të gjithë mjetit, janë linja të kuqe absolute. Kalimi i një ure të dobët me 30 ton të përqendruar në pak metra katror është një guxim i tepruar që mund të përfundojë në kolaps strukturor. Rrugët dytësore, me kthesat e tyre të forta dhe animet e pamjaftueshme, janë kurthe letale. Një kthesë e marrë me një shpejtësi të papërshtatshme mund të gjenerojë forca anësore që kalojnë fërkimin e djepeve ose tensionin e zinxhirëve, duke nisur një rrëshqitje të ngadaltë dhe të pantallshme. Pjerësitë e theksuara, si në ngjitje ashtu edhe në zbritje, janë një tjetër fushë minash. Në një zbritje të gjatë, pesha masive dëshiron të shtyjë kamionin përpara, duke i nënshtruar frenat një stresi fernor dhe duke rritur rrezikun që ngarkesat të shtyjë automjetin. Në një ngjitje ekstreme, përpjekja e motorit mund të transmetojë vibrime të rrezikshme përmes shasisë. Së fundi, trafiku i dendur është një kërcënim i kudo gjendur. Nuk është njësoj si kur një bobin të lirohet në një rrugë rurale boshe, se sa ta bëj këtë në një autostrad në orën e pikut. Rruga ideale është një vijë gjarpëruese që bashkon autostradat kryesore në gjendje të mirë, shmang qendrat urbane, i shmanget urave të dyshimta dhe prioritizon rrugët e drejta të gjata dhe pjerësitë e buta. Shoferi në këtë moment pushon së qeni një punëtor për të bërë një strateg, një general që planifikon fushatën e kolonës së tij të blinduar, duke e ditur se tereni do të jetë po aq vendimtar sa forcia e trupave të tij.
Shkisat e gigantit. Teknologjia dhe mbikëqyrja në kohë reale. Në këtë betejë, shoferi nuk është më plotësisht vetëm. Teknologjia moderne ka ardhur si një oficer inteligjencë, duke ofruar su dhe vesh atu ku më parë kishte vetëm intuit dhe përvojë. Avancimi i parë janë sensorët e tensionit. Këto pajisje, të integruara në pikat e lidhjes ose në vetë rripat, monitorojnë vazhdimisht forcën e aplikuar mbi çdo zinxhir. Nëse gjatë udhëtimit, për shkak të vibrimeve ose një lëvizje të papritur, tensioni bie në një kufi të sigurt ose përkundrazi, rritet rrezikshëm nga një zhvendosje ngarkesës, një alarm akustik dhe ndriçues aktivizohet në kabinë. Është një paralajmërim i hershëm, një pëshpëritje elektronike që thotë: diçka nuk është mirë, shumë kohë para se shoferi të mund ta perceptojë problemin përmes pasqyrës ose sjelljes së automjetit. Aleati i dytë është geolokalizimi inteligjent. Sistemet moderne të rrugtimit jo vetëm që llogarisin distancën. Të lidhur me baza të dhënash që regjistrojnë gjendjen e rrugëve, ata mund të sugjerojnë rrugë me indeks më të ulët vibrimi ose të shmangin gropa të njohura mashtruese që mund të jepnin një goditje të thatë ngarkesës. Përveç kësaj, sistemet e stabilitetit elektronik, ESC, dhe monitorët e animit në kabina veprojnë si një kopilot në reagim të shpejtë. Përballë një manovre evazive të papritur, sistemi mund të aplikojë frena individuale për të korrigjuar një lëkundje të rrezikshme të mjetit. Monitori i animit tregon në kohë reale këndin e rimorkios në lidhje me traktorin, duke paralajmëruar për çdo ulje anomale të pezullimit që tregon një zhvendosje të ngarkesës. Kjo rrjet sensorësh dhe algoritmash nuk zëvendëson shoferin, ajo e rrit atë. I jep atij një sistem nervor të shtrirë përgjatë 60 këmbëve të automjetit të tij, duke i lejuar atij të ndjejë atë që ndodh në pjesën e pasme, sikur të ishte një zgjatim i vetë trupit të tij. Është ura me saftësisë njerëzore dhe saktësisë së pagabueshme të makinës. Pesha e padukshme. Psikologjia e njeriut që mbart një raket. Dhe kështu arrim në bërthamën e gjithçkaje, te elementi që asnjë djep qeliku, asnjë sensor dhe asnjë rrugë e përsosur nuk mund ta zvendësojë. Mendja e njeriut në timon. Shoferi i bobinave nuk transporton mall. Ai ruan një potencial katastrofik. Kjo e vërtet e shoqëron atë çdo sekond, nga momenti kur vinçi depoziton ngarkesën derisa e shkarkon atë në destinacion. Konsumi psikologjik është i ngadaltë, i vazhdueshëm dhe i thellë. Përqendrimi i kërkuar nuk është ai i një udhtimi të gjatë të zakonshëm, është ai i një piloti luftarak në mision. Ai duhet të dëgjojë zhurmën e motorit dhe karroqerisë, duke kërkuar ndryshimin e tonit që tregon një vibrim anormal. Duhet të lehtësojë sjelljen e kamionit në çdo kthes, duke ndjerë përmes timonit dhe ndenjëses nëse masa në shpinën e tij lëviz në harmoni apo fillon të shkojë sipas kokës së saj. Sut e tij kontrollojnë vazhdimisht pasqyrat anësore, jo vetëm për të ndëruar korsin, por për të parë profilin e bobinës, duke u siguruar që nuk ka ndryshuar hija e saj, pozicioni i saj relativ. Analogjia e pilotimit të një rakete të kontrolluar është e saktë. Ju keni një mjet me fuqi të pamastë në kontrollin tuaj, dhe puna juaj është ta uviqni atë përmes një bote plot të papritura, duke ruajtur qetësinë, ndërsa e dini se një dështim në sisteme ose në gjyqimin tuaj do të ketë pasoja terminale. Ky presion nuk fiket në fund të ndëresës. Shumë shofer pranojnë se flejnë me një sy hapur, në mënyrë figurative dhe ndonjëherë fjalë për fjalë. Stresi grumbullohet në heshtje, duke u shfaqur në pagjumësi, tension të vazhdueshëm dhe një seriozitet që largon mendjelehtësinë. Nuk është një punë, është një thirrje e rrezikut të pranuar. Shoferi është një luftar i rrugës, por fusha e tij e betejës është mendore. Arma e tij kryesore nuk është forca, as përvoja, por një durim qeliku i farkëtuar në pranimin ditor të një përgjegjësie dërmuese. Ai mban jetë në duart e tij, të tijën dhe të tjerëve. Dhe ajo ngarkesë e padukshme, por më e rëndë se çdo bobinë, është ajo që përcakton vërtet profesionin. Kështu që herën tjetër që të shihni një nga këta kamion, të ngadaltë dhe solem në korsinë e djathtë, me cilindrin e tij gjigant të siguruar nga një labirint zinxhiresh, mos shihni vetëm një automjet. Shihni aktin final të një drame me 2 akte. Nëse sot e keni parë me sy të rinj atë kamion që mbart një bobinë, nëse keni ndjerë një regjefje respekti për kompleksitetin dhe guximin që fshihet pas, atëherë kjo histori e ka përmbushur qëllimin e saj. Abonohuni.
sepse në këtë rrugë, çdo ngarkesë është një legjendë lëvizse që pret të tregohet. Kujdesuni për veten, ve respektoni gigantin, ve njeriun që udhej.